Allahu manushëm urdhon e thot në Kur'an: idh talaqawnahu bi alsinatikum wa taquluna bi afwahikum ma laysa lakum bihi ilm wa tahsabunahu hayyinan wa huwa 'inda Allahi 'azim. Allahu manushëm tek sura Nur përshkruan me detaje ngjarjen e shpifjes në Aishës radhiyallahu anha dhe na e sill në atë forme që kupton, apo me së cilës kupton se kronologjia vetvete është thjesht një mënyrë për ta furnizuar me material, po ajo që ka më shumë të rëndësi të kjo ngjarje nuk është ngjarja në vetvete apo përmbajtja e saj, por mënyra se si ndodhi. Edhe nëse, pra na thot Allahu manuqëm, muslimanët do të kishin parasysh këtë ngjarje për ta kuruar sipas kësaj metode hynore që e ka kuruar Allahu manuqëm ke surja Nur, kjo ngjarje nuk do të kishte ndodhur. Por edhe nëse do të kishte fillu, do ishte menaxhuar shumë kollaj, shumë lehtë. Thot Allahu manuqëm: idh talaqawnahu bi alsinatikum. Ju thot e pritët këtë ngjarje dhe fillut me fjata mllaçisni me gjuhë tuaja. Fillut ta prisni me fjalë me gjuhë tuaja. Wa taquluna bi alsinatikum ma laysa lakum biha ilm, dhe thoni, pra ju thot me fjalë futet këtë ngjarje në gojën tuaj. E futet ngjarjen në gojën tuaj. Pra si më than, fillut të bëheni pjesë e kësaj ngjarje, po me gojë tuaja. Wa taquluna bi afwahikum ma laysa lakum biha ilm, dhe thoni me gjuhën tuaj dhe me gojën tuaj atë çka nuk keni dije. Do me thanë e gjitha, thot Allahu manushë, ku është këtu. Idh talaqawnahu bi alsinatikum, e pritët ngjarjen thjesht me gjuhë. Pra si puna e ping-pongut ose tenisit. Idh talaqawnahu bi alsinatikum, ngjarjen e pritët me fjalë çfarë? Me gjuhët tuaja. Wa taquluna bi afwahikum, dhe thoni me gojët tuaja. Prap jemi këtu. Ma laysa lakum biha ilm, atë çka ju për cilën nuk keni dije. Me po ma e fuqishme atë kjo ajet kuranore është mbyllja. Wa tahsabunahu hayyinan wa huwa 'inda Allahi 'azim. Ndërkohë që gjithë këtë thotë e konsiderojnë diçka të lehtë. Ndërkohë që tek Allahu manush më shumë e rëndë. Dhe tek ky ajet kuranor ne kemi të gjithë metodën ose arsyen sepse sahabët e pejgamberit alayhi salam të gjithë pa përjashtim u bën pjesë e kësaj ngjarje. Pse? Wa taquluna bi afwahikum ma laysa lakum bi ilm, sepse thot ju thoni me gojët tuaja atë për cilën nuk keni dije. Atë për cilën nuk keni dije. Cila ishte dija e cila po të ishte marr, që në fillim kjo ngjarje do të kishte ndodhur. Thot Allahu manushëm në dy ajete më përpara: ju thot e akuzuat Aishën radhiyallahu anha wa ardaha me çfarë? Me zina. Mirë po, për këtë lloj akuze çfarë kërkohet? Kërkohen 4 dëshmitar. Thot në momentin që ju thot e dëgjut të ngjarje, po të kishit kërkuar vetëm këtë argument, cilët janë dëshmitarët që e kanë pa këtë ngjarje, s'do ishi përfshirë në këtë ngjarje. Mirë po, duke mos e ditë këtë gjë, pra peshën e kësaj gjëje, wa tahsabunahu hayyinan, kur njeriu me fjalë karakterizohet nga papërgjegjshmëria, nuk e di peshën e gjës, peshën e ngjarjes, nuk di dhe konsekuencët dhe pasojat e një pohimi, fjala apo qëndrimi, atëherë ka shumë të kollajt me fjalë me u përfshi në atë shpifje, në thashë them, në atë ngjarje. Po tahsabunahu hayyinan, dhe konsiderohet diçka thjesht. Wa huwa 'inda Allahi 'azim, ndërkohë që tek Allahu manushëm është shumë e rëndë. Pse tek Allahu manushëm ishte shumë e rëndë? Kjo ngjarje ishte shumë e rëndë, sepse as nuk ka të bëjë me kë, me nderin e njeriut, dhe të cënosh nderin e njeriut ke cënu jetën e tij dhe gjakun e tij. Pra ne dhe ndëshkimi atij që cënon nderin e tij është shumë i rëndë. Ai që akuzon dikë me zina, nëse nuk ka 4 dëshmitar, e para ndëshkohet me rrahje 80 shkopi dhe e dyta wala taqbalu lahum shahadatan abada,
dhe mos ja pranoni ma dëshmin ati asnjëherë, domethënë shndrohet në një copë mishi me dy sy. Domethënë njëri pa vlerë. Thjesht me i fjalë nuk vritet. Domethënë i bie komplet kredibiliteti si njëri. Nuk ka më, fjala e tij nuk ka pesh. Pa nuk ja merr konsiderat fjalën e tij as gruaja e tij, as fëmijët e tij, as vllau i tij, as motra e tij, as shokët e tij, as farefisi i tij. Domethënë ai është thjesht një qenie e gjallë me dy kam që ecën tokë, sepse nuk ka jetë i barka as kërkush. Se gjithë kemi dëshkim i randë. Kemi dëshkim i randë sepse vetë ngjarja është e randë. Me cënu në derin e tjetrit, ke cënu kë? Ke cënu gjakun e ti, familjen e ti. Wa tahsabunahu hayyinan, ju e mendoni të lehtë. Wa huwa inda Allahi adhim, dhe tek Allahu mandush diçka shumë e madhe, shumë e randë. Pse tjetër e randë? Se ishte cënu në deri i kujt, në deri i pejgamberit alayhissalatu wassalam. Ishte cënu në deri i kujt, në deri asaj që i kishte dhënë selam Xhibrili alayhissalatu wassalam. Ishte cënu në deri i kujt, ishte cënu në deri i Abu Bekrit radhiyallahu anhu wardahu. Ishte cënu kush? Vet personaliteti i pejgamberit alayhissalatu wassalam, edhe si njeri dhe si profet. Ishte cënu. Pra ne tek Allahu mandush më shumë e randë. Pas kësaj hyrje duhet me theksu xhamati nderuar se Allahu mandushëm na e sill këtë ngjarje dhe ngjarje të tjera në Kur'an për të na ndërtuar një metodologji të përcaktimit të drejtë të qëndrimeve, se si që të majmë qëndrim. Dhe këtu Allahu mandushëm na e përmend në fillim me fjalëpothuesit surës Nur, thotë ula fadlullahi aleikum wa rahmetu. Nëse do të kishte qenë mirësia e Zotit dhe mëshira e tij ndaj jush në atë çka bëhet. Domethënë Allahu mandushëm me mëshirën e vet dhe mirësinë e vet e la këtë ngjarje me fjalë që shkoi deri këtu. Pse? Për të na dhënë një mësim të madh. Cili është mësimi i madh? Le të kthehemi pak me fjalë, të bëjmë pak retro. Aisha radhiyallahu anha wardaha e zuri gjumi dhe thotë isha vash e re, pa në një ekspedit. Dhe ata që mbanin Haudexhin për ta hyrë në deve, pra atë dhomzën e vogël që hypet mbi deve, mendun se janë brenda dhe nga turpi nuk folën, nuk fytën. Dhe e vendosën. Ndërkohë që mund kishte zënë gjumi më larg, mi po pejgamberi kishte lënë prapavi. Personi që ishte në prapavi erdhi mu afru dhe s'më foli fare, as syt nuk më lëshoi. Ndërkohë që unë isha mbuluar me nikab. E uli deven hypa mbi të dhe hikan në Medinë. Vetëm një fjalë tha krye hipokriti. Abdullah ibn Ubay ibn Sulul. Au tha pas kanë ardhur vet, kaq. Kaq tha. Veta pas kanë qenë me njëri tjetrin? Kaq. Nëse s'do të kishte qenë kjo fjalë, kaq djallëzore, se mu thot dikush, po në stash jo vetëm një fjalë thash. Ha? Mollari i barit ose i kashtës, edhe i shtëpi. Nuk ka nevojë me një fjalë për zjarr me e djeg, mjafton me ja çfarë. Një fjalë shkrepse. Dhe kur dikush i vnon flakën mollarit kashtës, me një fjalë shkrepse, a ka drejt me thënë vallai zbra, jo vetëm një fjalë shkrepse ndeza, ai mori flak vet. S'ka logjikë apo jo? Edhe ky vetëm një çfarë. Një fije shkrepse ndezi, fitne e sprove. A pas kanë qenë vetë? Pra ne thot Allah më nushim, idh të lakaunehu bi elsinetikum. Dhe ju thot me fjale thithët, e pritët. Pra e pritët si shprisni topin e pingpongut. Apo tenisit, me gjuhët tuja. Pra thjesht në gjuhë, dhe me tha e morët me njëherë. Pra nuk e futët në mendje, nuk e futët brenda me fja me e përpunu. Pra e thot Allah më nushim, o të kulun e bi e fahikum malej se lekum bihi ilm. Dhe thoni me gjuhët tuja, me gojët tuja, ato për cilën s'keni dije. Do me thani gjithë muhabeti qarkullon të ku, mes dy noflave. Nuk ishte kërku asë argument, po nuk ishte përpunu argumentit futet në zemër, në mendje, me e përpunu. Thjesht muhabeti ishte këshu, brenda noflave. Dhe e morën njerëzit këtë lajmë. I pari qëfar tha, pas kanë qenë të dy vetë, i dyti qëfar tha? Po si ka mos i tha vetë pa nërë, gjithë këtë distancë të madhe, i treti qëfar tha? Vallaj, s'tu e ta kishte bëgët punë. I katri qëfar tha? Po ta shi gjithë kjo rrugë me i fjallë. I pesti, e u përhap lajmi. Mi po përfitirohet xhamat, një fjallë e vogël u tha, qëfar ndodhi në fund? Plakosi lajmi në të gjithë Medinën. Sa që pejgamberi alayhi selam shkoi pyeti dhe kë. Pyeti dhe Omrin në Khattabin radhiyallahu anhu. Tha pejgamberi tha mos u shkoj lajme vetë njerëz të mbrapa. Si burr. Mos më mat punë.
Ama Medinë kishte pllakos me ja komplet lajmi, komplet me ja trillimi. Shkoi pejgamberi sallallahu alajhi wasallam pyeti Aliun radhiyallahu anhu. I tha Aliu, tha s'kam çfarë më than për Aishën, tha po ka gratë tjera pejgamber. Ndaj tha marto me dikë tjetër. Pejgamberi tha Aishës, shko ke baba jot sa kohë, kaq. Ai përfituroi ndër ku shkoi lajmi? Cili ishte lajmi? Si ishte lajm? Nuk ishte lajm fare. Si ishte lajm hiç? Një llaf, djallëzor, hipokrit, cinik, i lig. I vnej flakën gjithë kujt, gjithë Medinës. Po jo çdo lloj shoqërie o xhamat, sahabëve të pejgamberit Muhammed alayhi salatu wassalam. Sa pejgamberi Aishës shko ke shtëpia. Kaq. A kishte ngel kusht Medinë pa u përfshi nga ngjarja as kërkush fare, gjithë ishin përfshi. Sa që edhe kushriri e Ebubekrit Mistah ibn Thalë që Ebubekri ishte mbajt me buk, me vite. Edhe ai u bë pjesë, u bë shoku i Abdullah ibn Ubay ibn Selulit. Ai u bë pjesë drejt për drejt. Sa që Ebubekri radhiyallahu anhu ardha, tha po edhe ti të kushri po, gjatë po, të kam mbajt me buk po. Sa s'ke më të hajrë mo. Pra, Allah më nëshën zbriti Kur'an për Ebubekrin. Edhe i tha, budallëku i tij, duhet të të bëj ti të heqish dorën nga statusi jot, ti të ka nderuar Zoti. Ruaj statusin që të ka dhënë Zoti. Ti ishte statusi e Ebubekrit. Bëje punë për hatër të Zotit, pamarësisht me i fjap budallallikut, apo me i veprimeve të ulta të filanit apo të allanit. U kthye Ebubekri prap duke e mbajt me buk me kë ata që kishte cënuar nderin e tij dhe të pejgamberit edhe të vajzës tij. Po sprovu realisht ran me dinja. Mirë, po le të përfitojmë bashkë xhamat. Pra e gjithë shoqëria u mbulu me këtë lajm. Ky lajm plakosi. U bë çfarë? 2 pika. U bë realitet. Ky lajm u përkthy, u kultivu, u shndru në një realitet. U bë realitet. Bukur. Kaq i fort sa që gjithë sahabët e pejgamberit me gjithë Medina u përfshi. Pse? Realiteti ishte realitet fort. Edhe arriti ky realitet deri atje sa që njerëzit përfshiheshin pa pas ma nevojë me i thënë vetes cili është argumenti, sipas tyne. Ço bë realitet. Mirë pa Allahu manushëm e la këtë realitet që të plakosi me i fat gjithë Medinën. Përfityroni Medinën me i fat si puani liçeni, vjen një ftoftë i madh dhe i gjithë ky liçi u bë akull. Allahu manushëm me urtësinë e vet, e la. Pse? Për ta zbrit me shfaqësimin ose më drejt rehabilitimin e figurës Aishës vet nga 700 dhe kur zbriti me fjalë rehabilitimi i figurës Aishës nëpërmjet Xhibrilit, Ebubekri i tha Aishës radhiyallahu anha ardaha tha shko tha falenderoj pejgamberin. Jo vallahi tha Aisha, nuk e falenderoj pejgamberin. As ti tha falenderoj. Po falenderoj Allahun e mëndshëm, Zotin e gjithësisë, i cili rehabilitoi figurën time. Allahu mëndshëm këtë realitet që kishte pllakos dynjan, o xhamat. Nuk e di jam kuptoni ajo. Kishte pllakos dynjan. S'kishte lanë njeri pa përfshi. Ishte bë akull dynjaja. Allahu mëndshëm e merr dhe e përfshin, e përmbys. Për të na thënë ne, nuk është një realitet i caktuar ai i cili certifikon me fjalë vërtetësinë e gjës në vetvete. Por është kush? Argumenti. Është kush? Është argumenti. Pra ne dha Allahu mëndshëm na thot Kur'an, ja ayyuhalladhina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. O ju që keni besuar, o ju besimtar, që i keni dhënë vetes titullin besimtar dhe e keni quajtur veten me dha besimtar dhe rob të Zotit, që pretendoni se keni lidh mendje dhe zemrat tuaja dhe shpirtin tuaj me Allahun e Madhnushëm, kur t'ju vihet dikush me një lajm, dhe çdo kush që sjell një lajm vetvete është fasik, në kuptim. Në aspektin juridik është fasik, do me thënë ai është i dyshuar, edhe me qenë baba, edhe me qenë nana, edhe me qenë gruaja, edhe me qenë fëmia, edhe me qenë vllau, edhe me qenë motra, edhe me qenë njeriu më i besueshëm në ty, po ta solli një lajm për dikë, apo për një çështje të caktuar, pyetja automatike duhet të jetë kush? Cili është argumenti? Ma argumento. Filani ka thënë për ty kështu, mund të jetë vllau jota që thotë këtë laf.
Hajde me lang këtu, ullu i qik, po. Më arsyeto pak, më argumento pak. Erdhi djali, po të thot vllai për motrën e vet, ti si prind, hajde këtu të dy pak. Ta shohim pak muhabetin si është këtë çështje. Se ti mund të kesh argument, po mbase se ke kuptuar mirë, ose ai tjetri ka thënë kështu, po mbase të ka keq kuptuar. Kolegut, hajde një pak këtu. A je sigurt në çka thu apo të ballafaqohemi tulim pak me një tjetrin? Se ti po më thu mu për shokun ton, vllahun ton, kolegun ton, 1 2 3 4. Po tash ti po mfton mu të pozicionohen sipas llafit tënd. Po kam shef, të kem argumente, madje duhet, s'ka qef. Duhet me pas argumente, hajde ta diskutojmë bashkë. Por ndryshe do ballafaqohemi me të. Sepse nëse ti mfton mu të pozicionohem ndaj ti, është detyra ime që të verifikoj, dhe tjetra është e drejta aty me i fat arsyeto dhe të japi argument. Kjo është e vetmja mënyrë mos me e lanë gënjeshtrën të shndrohet në realitet. Realiteti i cili të fton me i fjalë me ngulm të pozicionohesh. Dhe pejgamberi alayhis salam e kishte me i fjalë këtë metodë ose këtë parim të shenjtë në gjithçka. Pra ne dhe nuk e shkurorzoi Aisha radhiyallahu anha. Po i tha mirë pako shko ke baba jot dhe mirë pako me fjalëri pak i qetë të di se si të pozicionohen ndaj kësaj çështje. Nuk ju nështru këti aktualiteti pejgamberit sa. Në betejën e Bedrit, pejgamberi alayhis salam, gjëja e parë që bëri, e la kampin dhe u afru afër karvanit politeistëve. Dhe pyetja e parë që bëri, sa veta janë. I tha personi që pyet, i tha, o pejgamber, sa veta, tha nuk di, tha sa deve therin në ditë. Sa deve therin në ditë. Tha 9 deri në 10 deve, tha janë mes 900 edhe 1000 vetave. Pse? Sepse një deve u duhet 9 deri në 10 vetave me konsumu. I mati forcat pejgamberi, po ja, 1000 me 300, 1 me 3 u bëjmë ballë. Me statistikë. Pa u fori fare, me kam tokë. Me statistikë. Pejgamberi i matë të gjonat, njëkohësisht edhe parashikimet, nuk i bëte me entuziazma, me euforizma, i bëte me dhana. Besimtarët në Mekë i thanë pejgamberit, po na lëndojnë politeistët, po na rrafin, po na vrasin, po na çajin, po Allahu më nush zbriti Kur'anin dhe tha: "Wa idha qila lahum kufu aydiyakum wa aqimu as-salata wa atu az-zakata falamma kutiba alayhim al-qitalu fa hum tawallaw." Dhe Allahu më nush më tha kur ju thuhet aty në mbani durt, abashava, mbani durt. Krahun tjetër, punoni me veten, falni namazin, i jepni zakatin, investoni ke vetja, përgatituni, se do vije koha. Dhe ku erdhi Medinja dhe Allahu manushëm detyrimisht u bëri obligim luftën, sepse tashmë ishte ndërtu entiteti, dhe pra ne iku pejgamberi nga Mekka në Medinë, jo se kishte frikë, s'kishte frikë kënë pejgamberi, o xhamat. Kemi thënë njerë, muslimani që nuk hokën sejdë, i beson Allahu dhe ditës kiamet nuk ka frikë kënd. Muslimani e vërtet nuk ka gjë që e kthen mbrapsh. 700 me qenë. Momenti që gjykon me fakt dhe me argument që duhet më u fut, nuk ka këti mrapa më. Pra ne muslimanët historikisht kanë fitu. Pse? Sepse kur ka qenë momenti me u përball, nuk kanë ditë me u kthy mrapa. Pse? Sepse një nga 9 gjynafet më të mëdhaja në Islam kush është? Me lanë përballin kur duhet me u përballë. Pyetja është, hajde me ta përcaktojmë mirë se kur duhet me u përballë. Kjo është pyetja e madhe. Se në shumë raste me ditë me u tërheq, është më mirë se sa me ditë me shku përpara. 3 ditërisht Halid ibn Walidi me 3000 ushtar. Thuhet 200.000 përpara kishte Bizanti. Po e pakta 40, 3000 me 40. 3000 me 40 në mote, në vitin e 9. 3 ditërisht pa u ndal lufta. Me mira Bizantin të vra ushtar. Me dhjetra dhe me qindra tek muslimanët, madje u vran 3 komandantët kryesorë të pejgamberit alayhis salam. Dhe një prej tyre ishte Xhaferi radhiyallahu anhu ardahu, djali i gjashtë pejgamberit. Dhe pasi u vrante 3 komandantët që kishte emëruar pejgamberin, nëse bie filani emër filani, nëse bie filani emër filani. Kur e mori Khalid ibn Walidi tha pejgamberi sallallahu alajhi wasallam tashmë tha e ka marrë drejtimin një shpatë për shpatëve të Allahut mënduq. Pse ishte shpatë Khalidi?
Ishte shpat me i tha se ishte trim, por dhe i menqur. Dhe çfarë bërë Khalidi? E ndroi formacionin e ushtrisë. Pra me i tha ndroi vendet. Këta që ishin para i nxori mrapa, këta që ishin mrapa i nxori para, këta që ishin djathtë i nxori mata se kështu më radhë. Të nesër në mëngjes, pa komandanti bizantin dhe mendoj me jase, muslimanëve ju ka ardhë për forcime. Dhe Khalidi i futi në lugin dhe filloi lufta dal nga dal Khalidi duke u tërheq. Duke u tërheq, ata vreten me që ushtria ishte e re dhe than Khalid ibn al-Walidi po na tërheq në ku? Në Kurth. U tërhoqën ata përpara Khalidit. Khalidi u kthyn në Medinë me ushtrin, betejën e fitoi dhe ushtrinë e rujti. Dhe në fund u kishte tregu bizantinëve, deri këtu e keni kufinin për momentin. Khalidi ishte i zgjut, pse? Sepse betejë nuk e quante me vetë fitume, thjesht pasi t'i vrasin gjithë ato bizantinët. Betejë quhet e fitume kur realizon objektivat. O xhamat! Dhe ajo betejë që s'ka objektiva është e humbur në gjitha rastet. Kur u kthy Khalid ibn Walidi bashkë me ushtrinë Medinë, disa prej këtyre euforikëve thanë, erdhën ferrarunët, ata që janë mbathën me të katra erdhën. La, tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Bel ja'al karrarun. Por kanë ardhur me fjalë ata që din me bë manovra me karrarun. Që kanë trimëri edhe me u fut edhe me u tërheq. Khalid Walidi. Në betejën e Uhudit pejgamberi alayhi salatu wassalam mori formacion. 2 javë përpara pejgamberi mori lajm. Që do nisë kishte kë aparaturën e spionazhit aty brenda në Mekë kishte pejgamberi. Kur shkoi pejgamberi dhe çliroi Mekën, 120 sahabët pejgamberit dolën dhe u prezantuan me pejgamberin, kishin net Mekë dhe s'kishin bërë xhret. Ata e kishin njoftu pejgamberin vazhdimisht për çka ndodhte në Mekë dhe ku ishte gjendja e Mekës. Dhe jepni përshkrim të detajzuar të gjendjes së Mekasve. Pejgamberi kishte kuptuar diçka tjetër veç asaj që është në të vërtetë, që nuk ka eufori. O burra. Pse? Sepse janë shumë qëndrime me fjalë që nuk e hap mrapa. Duhet me ditë me edhapin. Pejgamberi mori lajm që ka 3000 ushtar do vinë nga Meka. Bukur. Pejgamberi u nis me 1000, ngjeli 700 se hikën hipokritët. Dhe zgjedhi dhe vendin. Kodra e shigjetarve me malin e Uhudit. Kënen këtë kraj ishte kusht lumi, s'kishin ka me u fut, vetë se një rypi ngusht. 3000 me 700. U tha pejgamberi 250 veta, rini ke kodra e shigjetarve mos luni për aty. Që masat. Nuk tha pejgamberi ne jemi të vërtet, përdesa jemi të vërtet, hajde o burra turremi, sepse ne jemi të fituar. Pejgamberi bëni sebepet dhe shkaqet 100% përcaktoi objektivat e luftës, përcaktoi me pozicionin, përcaktoi edhe qëndrimin njëri tjetrit. Dhe u tha aty në atje 50 vetave, mos u mluni prej këtu edhe po të shikoni se zosht apo ato shkapat kanë zbrit me jadhesorrat, po na nxjerrin syt, domethënë po të shikoni që ne kemi marrë kret. Ju s'do luni prej aty fare. Në përballjen e parë fituan muslimanët. 40 veta prej këtyre thanë, tashmë fituam. Ajtë zbresim edhe ne, xhamat. Ajtë zbresim edhe ne të marrim nga plaçka e luftës, siç po marrin ata. Tha Allah më nush min ba'di ma arakum ma tuhibbun. Minkum man yuridu ad-dunya wa minkum man yuridu al-akhirah. Dhe Allah më nush me fjalë, u shkaktoi atë humbjen, pasi e pasi çka doni realisht. Shumë prej kush duan dynjan dhe shumë prej kush duan ahiretin. Dhe ata që ishin bë pjesë e betejës, sepse donin dynjan, ishin pikrisht ata që shkaktuan humbjen muslimanëve. Zbritën 40 veta, për çfarë? Jo për të luftuar, se lufta ishte atje, për të marrë plaçkat e luftës. Dynjaja. Po sti karikë. Ata 10, u tha komandanti, a harru çana ka thënë pejgamberi? Ngjen ata 10. Khalid ibn al-Walidi ishte shumë i zgjut, o xhamat. Pejgamberi mori në konsiderat diçka tjetër.
që jo vetëm pejgamberi bëte plane. Pejgamberi e sofistikoi planin e vet sepse e ditë tashmë se në mes polisteistëve ka njerëz shumë të zgjut. Dhe një nga problemet kryesore që në momentin caktuar më harrojmë ne si muslimanë është se te kampi tjetër ka njerëz të zgjut, madje në shumë raste edhe më të zgjut se sa ne në shumë aspekte. Dhe pranoj mundi muslimanë në shumë raste spekulohet me ato dam. Pse? Sepse harrojmë këtë fakt. Salahuddin Ejubi e rrethoi një nga kështjellat e mbretërisë së Kucit, ku ishte mbreti ishte lebroz. I rrethoi tha do rin këtu. Komandantët e vet i tha s'bën mamenit këtu, tha po të shpërndahemi që ta marri vesh. Mbreti i Kucit që ne jemi shpërnda, faktikisht i shkojmë mbrapa dhe ta gjejmë me event befas, u shpërndan musliman. Bashkë me Salahuddin Ejubi. Tha Salahuddin Ejubi mos e lëvizim prej këtu, sepse tha ato do të dobësohen edhe do dorëzohen. E rëndësishme u dëgjoi fjalën, i shkon mbrapa mbretit, u përballën me mbretin, ndërkohë që Salahuddin Ejubi ishte me pak ushtar dhe ky mbreti lebroz deshe vrahu Salahuddini, madje e plagosi rand. Edhe tha, kur shokët e vet i thanë, "Shive sa gabim pas ka qenë ai mendimi?" Jo, tha, mendimi ishte imi, jo i tyne. Domethënë, unë isha lideri, se kisha mundësi edhe mos me e pranu. Pra unë e pranova, e mbajti fajin vet. Dhe tham, pati thanë xhaja ime se do din Shirku, krye komandanti i ushtrisë muslimane, që ishte me vërtet komandant shumë i madh, sepse një nga pikat e forta ti ishte se e konsideronte shumë armikun. Tham, pati thanë xhaja im, asnjëherë mos u mashtro me forcën tënde, mos të hypen vetja në qef, dhe asnjëherë mos e neglizho armikun sa do i dopt tjetë ai. Dhe tha, kur harova këtë parim, më haroj triumfi. Edhe pranë humba. Dhe që të vra edhe ai mbreti 18 vjeçar lebroz. Pejgamberi për ta përmbyll ke betejë Uhudit e dinte mirë se kush është në krye të ushtrisë. Khalid ibn Walidi, si transmetohet gjatë gjithë kohës me fjalë që zhvillohej betejë, ai e kishte synin ku Kemali i shigjetarëve. Dhe kjo është e përhershme o xhamat. Është e përhershme kjo. Bukur? Para do ditë shkruaj një shkrim për këtë protestën e ishme që po ndodh. Dhe thash, e prisja që det një Cassius. Ai Cassiusi është ai që menaxhote betejën e gladiatorëve dhe që rritën pranë perandorit. Për të organizuar turmën e gladiatorëve, që si synim kryesor kë kishte hutimin e njerëzve dhe shkputjen e vëmendjes së tyre nga horliqet dhe poshtërsi dhe zullumet e perandorit vet. Dhe perandori sa erdhi pas i vrau tjatin, me njëherë organizoi çfarë? Ndeshje gladiatorësh. Edhe e prisja të dalë, edhe me të vërtet doli. Dhe filloi duke kriju me një grupe gladiatorësh. Muslimanët duhet të jenë të mençur, duhet kanë energjit me humb. Dhe Khalid ibn Walidi e pa me fjalë të malin e shigjetarëve, dhe sa po pa 40 veta duke zbrit, me njëherë mori ushtrin dhe u doli muslimanë me maskrave, dhe i futen muslimanët në marset, edhe ndodhi ajo kasaphane madhe, që ndodhi u vra dhe xhaxhai pejgamberit Muhammed alayhi salatu wassalam. Qa ndodhi aty? Nuk u zbatu kjo metoda e madhe e argumentit një dhe qëndrimit tek argumenti me fjalë deri në fund e kulu ma tasmaunu wa astaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Protesta po vazhdoni, lutem Allahut mandueshëm që mundin dhe dersën e gjithëve ta pranoj, dhe pjesëmarrja tashmë në atë protestë nuk ka nevojë për diskutim. Por, xhamati i nderuar, duhet kemi parasysh diçka. Një thënie e urtë e juristë musliman thot: "Men istajala shay'a qabla awanihi uqiba bi hirmani." Ai që ngut gjën frytët do me i marë para kohe, ai ndëshkohet dhe penalizohet me privimin aty në frytëve. Ne si musliman jemi shtylla e kurrizore këtij vatani dhe këtij vendi. Pra ne dhe përgjegjësia jonë është shumë më e madhe sa gjithë të tjerët. Çdo kush mund të bie në gabimin e shndrimit në kurban të këtij vatani. Vetëm muslimanët duhet ta bëjnë këtë gjë. Pse? Sepse ata do të jenë kurbanet e parë që do bëhen. Prandaj dhe hapët e tyre duhet i kenë të matër. Objektivat e tyre duhet të kenë qartë. Vizioni i tyre duhet të jetë i qartë. Çfarë duan me bë, ku duan me shku. Dhe çdo lloj iniciative e papjekme, a e keni pa bukën e papjekme ose bukën që është në zinj fare, apo buka që është pjek pa ardh, a e ha kush? Nuk e ha kush.
Ngjarje të mëdha me ka s'duhet ta bëjnë rinë tonë muslimane, të arsimuar, të zgjuar, të profesionalizuar, që të bëjnë disa hapa me i fa që s'duhet me i bën. Kjo protest i ka realizuar qëllime dhe vazhdon të realizoj. Cili është qëllimi i parë? Zullumqari sa do i madh me qenë, patjetër del dikush do i thotë stop. Dhe këta, nëse nuk nxjerrin mësim me këtë, dhe për mendimin tim, sido që të përfundoj, protesta i ka realizuar që ky është qëllimi më i madh. Nëse nuk nxjerrim mësim nga kjo dhe prapë do vazhdojmë me këto zullume, përfundimisht ja kanë bë hak vetes në dëshkimin e Zotit dhe të jeni të sigurt se ka më ndërhyj Allahu më shumë me çfaros, se ka shkuar më i aty ku s'mbavan. Kjo është e para. E dyta gjë, ky popull e vërtetoi se nuk ka vdek dhe e do këtë vatan, edhe e do jetën këtë vatan. E treta gjë, ky brez që është ngrit me i fjalë në këtë kryengritje ndaj zullumit, i ka përcjell një mesazh shumë të madh edhe brezit ri, pra fëmijëve të tuaj, që ndaj zullumit nuk duhet me hesh dita 19 e protestës, edhe Europa nuk e ka pa. Madje edhe bota nuk e ka pa. Një protestë kaq qytetare, kaq e pastër, kaq e rregullt e tjerë. E treta dhe apo e katëra, nuk është momenti me dhamë mësime filozofi, as në shkenca politike. Kujdes me këto termat, revolucioni. Revolucioni. Revolucionit me i fjalë as erën s'ja kemi ni, vetëm zanin kemi dëgjuar. Kujdes me këto terma. Muslimanët duhet të jenë kujdesëm se po u dojq kjo kull, 70% e kësaj kulle apo 75% jemi ne, malli jonë do digjet, shteti jonë do shkatruhet, vatani jonë me i fjalë do shkoj mrapa, nuk pam na herë të madh me për 97-s. Kujdes me këto terma. Jemi për ndryshime rrënjësore, jemi për largimin e kësaj kaste politike, po nuk kemi asnjëherë për t'i vënë zjarmin vendit. Dhe nëse ju që merrni pjesë në këtë lloj proteste, të parët duhet jeni që t'ia kapni dorën atij që zgjat dorën me fjalë tek ndërtesat, me vënë flakë dhe me shkatruar dhe me godit. Të parët. Nuk ka hajër. Muslimani nuk djeg, nuk shkatrohet, çfarë do djegë? Mallin ton, vatanin ton, vendin ton. Shto pas edhe imazhin. Shto pas edhe mbrapshtimin, si më than, të ecurisë me fjalë të çkumit për pak. Kujdes, nuk jemi për këto. Muslimani nuk është shkatrimtar. Ata që ngrin zanin revolucionit, le ta dinë me fjalë se nuk janë vatanli. Mund të ketë për atyre që janë të mashtruar. Pra ai që ngrin zanin e revolucionit nuk është shqiptar. Madje nuk është as musliman. Muslimani ndryshon, po ndryshon në atë forme ku dobia është më e madhe se Sadami. Dhe pra ne këtu duhet të jemi kujdesshëm. Ju thash pak më sipër që nuk është vendi me bë shkenca politike as filozofi, por për gjë duhet të jemi të sigurt. Revolucioni, kujdes me termin revolucion. Revolucioni me fjalë një çarçaf i madh që e tërheq me fjalë sa dush. Dhe kur vjen puna pastaj mendon gjërat. Po revolucioni, po se kishim fjalën për këtë revolucion. Edhe kujdes me fjalë nga trinomi. Neotomanizmi, islami politik dhe vllazëria muslimane. Pse për çfarë arsye? Njërë për sa i përket islamit politik është një term djallëzor që e kanë shpik për të etiketuar, pra është një term me konotacion shumë negativ që e kanë shpik për t'i vu dankën çdo kujt me i fjalë çdo muslimani, veçanërisht muslimanëve intelektual, edhe të përgatitur që duan me bë hajër për këtë vatan. Shive, ai shikoni, ja islami politik. Ja këta muslimanët duan me organizu këta në islami politik. Ndërkohë që muslimani 75% e këtij vendi dhe ka që i del për detyrë dhe ka të drejtë të organizohet politikisht kur t'i ketë qefi në vatanin e vet, vetëm me kusht të ketë vizion të qartë dhe hartë të qartë të angazhimit politik. Kam pa disa tri islam politik, ndërkohë që se kuptojnë fare këtë term se ç'është islam politik. Po ne jemi islam politik, ne si jemi islam politik, ne jemi musliman. Dhe islami është një islam, nuk është islam politik. Këtë term e kanë shpik djallëzorët, cionistët, por t'i damkos çdo kënd që do me bërë reformë pozitive nga muslimanët në vendin e vet. Dhe nxorën pikërisht në atë kohë nga vitet 80, kur muslimanët fillon të angazhohen për të i dalë për zot vataneve tyre, kundër sistemeve kolonialiste dhe kundër sistemeve diktatoriale. Thashë islami politik dhe damkosën. Edhe mas shumë t'i nxin, pas i doli ISIS, pas pranverës arabe. Kujdes. Prandaj kujdes me parullat e mëdha. Ne kur angazhohemi me politik, nuk angazhohemi për politik me i fjalë për të zbatuar shariatin.
Ne jetojmë shariat. Kudo ku është liria është shariati. Kudo ku është ndërtimi i familjes është shariati. Kudo ku është vatani jot është shariati. Kudo ku ke mundësi me kërku riskun halal është shariati. Kudo me fa ku të lejohet me thënë të mirës të mirë dhe të keqës keq është shariati. Kudo ku punohet për ta çuar vendin përpara është shariati. Nuk është shariati thjesht prerja e dorës me vetë nikabin në fytyrë apo e di se çfarë. Këto nuk janë as 1/100.000 ta Islamit. Islami është gjë tjetër. Pra ne kujdes me këta. Ne kur angazhohemi në politikë, angazhohemi për hir të interesit madhor të vërtet kombëtar, sepse nuk ka gjë në Islam që nuk i shërben interesit kombëtar dhe çdo interes real kombëtar është Islam. Prandaj dikotomia ja fen me ja vatanin apo ja shtetin është dikotomi djallëzore. Por ti nuk musliman ngusht. Ne muslimanët duam edhe fen edhe vatani, jo e kia këto ja këto, të dyja i duam bashk. Sepse ti je një musliman i mirë, do të thotë që ti je një vatanli i mirë, ti je një shtetas i mirë dhe i qytetar i mirë. Dhe nuk mund të jesh qytetar i mirë dhe atë dhe dashës nëse nuk je musliman i mirë. Apo besimtar i mirë dhe fetar i mirë. Dhe kujdes nga neo-otomanizmi. Edhe ky është një term që e kanë shpik ata që nuk duan që Turqia të ecë përpara. Dhe çdo përpjekje që bën Turqia, përpjekje të natyrshme, çdo shteti i fortë do të shtrijë me favurat e bashkëpunimit me gjithë shtetet e tjera. Është e drejta e çdo shteti, për më tepër Turqia në këtë rajon, që kemi lidhje historike, vllazërore, kulturore të tjera me radhë. Por populli shqiptar nuk është vasal i askërkujt. Populli shqiptar është populli shqiptar. Shteti shqiptar është shteti shqiptar. Dhe nuk duhet me kultivu vasalitet ndaj askërkujt. Dhe ne me fjalë duhet me pas bashkëpunim edhe me Turqinë, edhe me fqinjet pavarësisht me armiqësisë tyre të përjetshme që kanë ndaj nesh, edhe me Amerikë, edhe me Gjermani dhe me Europë. Apo na lidh diçka më shumë? Po. Turqia është garanci për ne me krenari e themi. Por vasal ta skërtujt, sepse jo Turqia po më bëj gjithë bota me na ngret ne o xhamat. Po nuk qem të qartë si popull se çka duam nga vetja, ku duam me çu kët vatan, as kërkush nuk është në gjendje me na bëj asgjë. Prandaj kujdes. E kujdes nga e treta vllazëria muslimane. Vllazëria muslimane. Vllazëria muslimane është një organizatë me që u themelua atje në Egjipt, pra këtu e kanë fjalën për trid që duan me organizum politik. I përmendi këto treja që mos e mbani kokën poshtë, ma le kokën lart. Por do ta mbani kokën lart gjatë angazhimit tuaj politik, nëse e keni qartë mirë interesin real kombëtar dhe kështu nuk do të bini pre me fjalë lëndimit nga këto teza. Vllazëria muslimane është një organizatë që është themeluar në Egjipt, njerëz të mrekullueshëm, të gatshëm me sakrifiku për fenë e tyre dhe vatanin e tyre në ekstrem. Dhe këto e vërtetuan edhe në pranverën arabe. U than kapni armët, than nuk duam me shkatru vatanin ton. Po çfarë? Do shkojmë në burg më mirë. Dhe këtë e kanë bërë edhe tjetër. Qentu e çliruan vitet 48 apo 49 Palestinën. Vetë qeveria egjiptiane asë kohë dërgoi ushtrinë. Tha sa të vritem me vëllezërit tonë më mirë, pra për t'i ndalë, për t'i frenu. Po kthehemi në burg, kthehemi prapë në burg. Kurse ne si musliman shqiptar jemi shqiptar. Dhe iniciativat tona, organizatat tona i kemi themeluar në Shqipëri. Ne i përkasim me i fa Shqipërisë. Populli shqiptar, jemi musliman këtë vend dhe jemi krenar për komunikimin me gjithë muslimanët kudo që janë, në lindje dhe në perëndim. Prandaj me i fjalë duhet jemi të kujdesshëm e para mos marrim hovë për të konsumuar iniciativat parakoshme, sepse që në vitet 80 i kanë skenarët gati me i dështu çdo lloj përpjekje politike që bëjnë muslimanët. Dhe të vetmet përvoja politike që kanë rezistuar ndaj këtyne komploteve djallëzore për t'i dështu përvojat politike muslimane, të vetmet sot për sot është Turqia dhe Malezia. Pse? Sepse kanë ditë shumë mirë të punojnë për interesin e tyre real, kombëtar, larg parullave dhe euforizmave, por me një hartë të qartë, e cila të ndihmon ta ndash edhe në hapa, edhe në periudha dhe ta marrësh gradualisht. A është e kollaj kjo? Kush kërkon kollajllëk, le ta di me fase, i ka bërë dëm vetes, edhe muslimanëve, edhe këtij vatani. Ne si musliman nuk na shkon oportunizmi. Hajde u bura një ngjarje e madhe aty, hajde ta shfrytëzojmë tash dhe të organizojmë diçka atje. Po pse a për këtë ne e bëm protestën? Këtë për këtë bëhet protesta? Për ta shfrytëzuar me për të formuar me informacione politike të caktuara, apo po e bëjmë me për një interes kombëtar real? Kjo është pyetja. Nuk e bën protestën për ta shfrytëzuar, për të ndërtuar parti politike dhe hajde u bura.
Besoj të kem qenë i qartë, xhamat.